Mendoj se disa nga produktet më të shtrenjta janë ato anti-age në mos gaboj, anti-rudh. Po na bën kjo ta harrojmë se si ta shijojmë procesin natyral të plakjes, duke kërkuar këtë perfeksionin të rreshjen e fytyrës. Së pari njerë kremrat nuk bëjnë bëjnë asgjë. tërheqje, nuk zhdukin rrudha. Kremi anti-age dua të them që është thjesht një terminologji për të shitur produktet. Çfarë ka ky kremi anti-age brenda? Kjo është pyetja. Pra ka një acid, ka një retinol, ka një kolagjen i cili nuk përthithet nga lëkura. Duhet ta them këtë se duhet jemi të sinqert. Po, patjetër. Kemi harruar ta shijojmë procesin e plakjes. Për ata që kërkojnë rinin e përhershme. Rinia e përhershme nuk ekziston. Ekziston plakja bukur. Ne mund të plakemi bukur. Pra, që rrudha të duket bukur, që qoftë edhe ajo rënja e lëkurës dhe jo të kemi një lëkurë super të tërhequr, se nuk mund ta kemi, nuk arrihet. Edhe të gjithë këto personazhet e famshëm të Hollywoodit, po ti shohësh në foto reale, pavarësisht të gjithë kirurgjisë që kanë bërë, kanë detaje të cilët tregojnë moshën. Pra ne duhet të plakemi bukur, duhet të kujdesemi që të plakemi bukur dhe jo të kërkojmë rininë e përhershme se nuk ekziston, se edhe organizmi plaket dhe metabolizmi bie. Kështu që duhet të përqafojmë këtë jetën cilësore dhe plakjen mirë.